Të nderuar vëllezër dhe motra muslimane, Zoti në Kur'an na tregoi në të gjitha shpalljet hyjnore, por edhe në Kur'an na tregoi në dy modele me të cilat ne përballemi në këtë jetë. Është modeli i të keqes, i gënjeshtrës, i intrigës, e zgjodhi shejtani i mallkuar djalli dhe të gjithë ndjekësit, edhe grupi i tij, Zoti na ruaj. Dhe është modeli i të vërtetës dhe i drejtës, e zgjodhi Allahu xhaleshanu, profetët e tij dhe besimtarët e mirë. Si thot Zoti në Kur'an, qala fal haqq wal haqq aqul. Tha të vërtetën, tha dhe vetëm të vërtetën ka për të thënë Allahu xhaleshanu. Ai është krijuesi i qiellit dhe i tokës, është i plot fuqishëm, megjithatë zgjedh që të heci me modelin e të drejtës dhe të vërtetës Allahu xhaleshanu. Kush do t'i kërkoj llogari të madhit, Zot na ruaj. Inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad. Dhe mbi këtë bazë dhe në këtë model, neve na tregoi Allahu xhaleshanu dhe na tha një të vërtetë dhe një realitet që ai e ka ndarë me veten e tij dhe e ka vendosur. Ne do t'i mbrojmë dhe do t'i suportojmë profetët tanë dhe të gjithë ata cilët pra e ndihmojnë të vërtetën edhe të mirën në këtë botë dhe ditën që do të ngrihen dëshmitarët, pra ditën që do të dalin përpara Allahut xhaleshanu.